Sa përket raporteve, ka pas një kohë, do thoja, mirë po, ka pas një kohë që ndoshta raportet nuk kanë qenë edhe aq, ose kanë qenë pak të ftohura, do thoja, më shumë se sa të prishura, mes kryeministit Kosovës dhe të Shqipërisë. Mirë po e shoh më shumë si çështje ndoshta nivelin personal, jo shumë që janë prish për politika caktuara, do thoja, dhe në këtë aspekt janë lehtë të përmirësueshme. Edhe kjo besoj që është një shenjë që tregon një lloj përmirësimi të. Pra duhet lexohet pozitivisht, sepse në komente e poshtë edhe u kritikuan mënyra se si ndërhyri. Nuk është hera parë që bën sjellje të tilla kryeministri i Shqipërisë. Më shumë i bën si sharm, do të thotë. Po nuk ishte diçka tendencioze, siç edhe e interpretuan disa prej. Jo, nuk e shoh në atë aspekt sepse sjellje të tilla kryeministri Rama ka edhe me kryeministra evropian, gjithandaj me presidentin. Po, madje një kohë ka edhe me një lapsus të Donald Trump. Po, edhe veshja e tij po me atlete, ka lënë një lloj. Po, kishte pas edhe fotografin me Kurtin ku janë mbyllë të syt në një kohë ku. Më shumë e shoh si një lloj ndoshta sjellje, një sharm i tij ose një përpjekje për të arritur karizmën në këtë aspekt. Po si relacione, si marrën, besoj se janë aty dhe janë lehtë të rikuperueshme. Edhe në rast se ka ndonjë mosmarrveshje ose ndoshta ka qenë një kohë kur ka pas një garë kush është më, nëse mund ta përdori këtë fjalë, kush është më baba në familje. Kryeministri jon apo i Shqipërisë. Kjo ndoshta ka qenë ajo gara që edhe e ka nxit pak një lloj xhelozie, do thoja, mes tyre, që është reflektuar pastaj në raporte mes shteteve, sepse ka kohë që s'kemi pas mbledhje të qeverive. Të qeverive, po. Edhe pse kur kam pas mbledhje të qeverive, nuk është që vërtet ka rezultuar, janë bërë disa marrëveshje. Por jo që ato marrëveshje vërtet kanë filluar që të gjitha prej tyre të zbatohen, po është një shajë, një lloj distancimi, do thoja. Por Kosova është aty, Shqipëria është aty, kurdo që kanë nevojë për njëra tjetrën, besoj se marrëdhëniet janë shumë lehtë të rikuperueshme. Sigurisht po. Ndërkaq tani profesor, të kalojmë pak tek zgjedhjet, duke qenë se është dita e dytë e fushatës dhe tashmë kemi filluar të dëgjojmë premtimet e liderëve politik. Si po duken realisht? Premtimet që po i dëgjojmë shpesh para 7-8 muajve, 9 muajve. Sërish të njëjtat, vetëm se po përsëritën. Të njëjtë, është kjo një lehtësim pak për partitë, sepse s'ka nevojë me bë program të ri, sepse kanë gatshëm. Ose s'ka nevojë. Po ka qenë kohë shkurt realisht për të formuar një program i ri, sepse programet e kanë programet cilat me të vërtetë synojnë mirëqenien e qytetarit edhe zhvillimin e Kosovës, nuk janë programe cilat bën zgjedhjet e në të shkurtit disa edhe u kritikuan që nuk kishin programe të caktuara. Dhe mund të hartohen ndoshta brenda kësaj periudhe kaq shkurtër. Shumica edhe të kaluarën tani kanë pika. Jo që kanë ai program shumë substancial ose një program sistematik, sistemor që vërtet përpiqet të ofrojë zgjidhje si zgjidhje tërësishme në fushat që i prekon. Tani sikur po përsëriten disa gjëra, ajo që bie më shumë në mendje është rritja e pagave. Pothuajse tek gjitha partitë shohim që është rritja e pagave, si duket kanë synim që të targetojnë qytetarin i cili normalisht që rritjen e pagave nuk mund ta shef si diçka që jo të mirë për te. Si qytetar, sepse përfiton direkt, është një përfitim direkt i tyre, dhe shohim pothuajse tek gjitha partitë këtë, për ta synu votën e qytetarëve dhe besoj që kjo tërheq bukur shumë një numër të madh të votave. A ka pritje, profesor, që cilat do parti që të fitoj edhe ta realizoj këtë premtim, sepse ndër vite këtë rritjen e pagave e kemi parë si njëra ndër premtimet që e kanë thënë. Deri diku edhe mund bëhet. Mirë, po tani varet se sa partitë vërtet i kanë bërë kalkulime, cila është barra buxhetore për këto rritje të pagave. Pastaj cili është ndikimi në sektorin privat të rritjes së pagave. Pastaj cili është ndikimi në aftësinë për të tërhequr investime, sepse investitorët shkojnë diku ku janë pagat më të ulta po zot. Aftësia për të qenë konkurrues në treg për të tërhequr investim. Ne nuk qëndrojmë mirë me investim. Dhe sa këto pastaj kjo rritje e pagave ndikon në të qenurit i konkurrueshëm në treg. Është çështje që vërtet nuk e di partitë e kanë bërë këtë kalkulim apo jo, ose ndoshta partitë kanë edhe një lloj nohatje disa që vetë nuk mund të fitojnë, ose ndoshta nuk mund të bëhen ta udhëheqin qeverinë, dhe si premtim mund bie, po si premtim vërtet tërheqni një numër të madh të elektorat. Megjithatë, janë qytetarët të vetëdijshëm kur një premtim është, po them, premtime megalomane, premtime që nuk kanë as logjik se si do të realizohen. As bazë ekonomike. Ashtu po.
qytetarët me gjithat janë të është shumë atraktive. Në momentin kur të gjënë që rritet paga, është diçka që të prek direkt. Sepse unë e pash po qarkullon shumë edhe rritja e shtesave, Edhe pash një shtesat entuziazëm gjithë, po. jashtëzakonshëm të nanave të reja për premtimin që si duket e ka dhënë vetëvendosja për rritjen e shtesave dhe për fëmijët dhe për nënat e ona. Që tërheqni numër të madh votave. Tërheqni, mirë po